بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين جماعة دروار الله جل جلاله وجل شأنه lusim që këtë ditë sot në rubrikën e pyetjeve dhe përgjigjeve të këtij muaji të madh, muslimanëve në këtë xhami që ja vjen marrë mirë inshallah. Sot inshallah me qetësi të madhe, këtu kemi një varg pyetjes me siguri ndoshta edhe gjatë asaj kohës çka do të përgjigjemi do të vjen edhe ndonjë, vetëm kemi dëshirë me letër. Edhe Bismillahirrahmanirrahim, po fillojmë me pyetjen e parë. 1. Çfarë mendimi keni për bashkësinë islame që u formua në krye me Selimovskin? 2. Çfarë pasojë do të ketë për muslimanët e Maqedonisë? Me siguri se pyetja e ditë është lidhet me të parën, domethënë. Jakupi nuk e shef zgjidhjen e problemit në shumë fishimin e bashkësive islame në Maqedoni. Unë di edhe e kam të qartë se spakun rrethinën e Kumanovës popullatës shumë i intereson mendimi i Mulla Jakupit për këtë çështje. Me të pestin e muajit shkurt 1996 është regjistruar pranë gjyqit suprem Maqedonisë bashkësia e ka emrin Bashkësia Muslimane, të cilën e keni lexuar në Nova Makedoni ndoshta edhe në flakën e vllazimit. Për këtë lajm unë kam lexuar në flakën e vllazimit sikur çdo qytetar, edhe as një xhims fjale, as një xhims shkronje, as një xhims fjalie më tepër. Shumica e njerëzve janë të informuar prej bilmezave se Mulla Jakupi është në këtë garnitur. Se interesant, edhe breshni kur ja ka shplu shtëpia disave në vesh Mulla Jakupi në verës, Mulla Jakupi ka qenë fajtor. Edhe një herë po kthehem po them, Hoxhi Jakub Asipi nuk e shef zgjidhjen e problemit muslimanëve në Maqedoni në rritjen e numrit bashkësive islame. Po Mulla Jakupi e shef zgjidhjen e besimtarëve të Maqedonisë në uljen e muslimanëve të bashkësisë islame, hoxhallarëve në Triez, me të bisedu bisedë mashkull. Me bisedu, me bë biseda mashkull, jo në shumë fishimin e bashkësive islame. Na kemi përvojë tidhët prej shumë fishimit partive politike, për shembull. A kemi ajo? E që tash edhe në këtë fushë të shkojmë me shumë fishime, me numër për pet, nuk e dim ku dalim. Po e kam një fjalë. Lidhje me këtë, e kam një fjalë, të cilën e tham pa fije frige, se xhamati jam e din që këtë sifat nuk e kemi, nuk na i ka dhënë Zoti. Elhamdulillah që s'na i ka dhënë sifatin e frigës. Derisa që të burra, të cilët janë në bashkësinë islame, tash momentalisht aktual, pin krije nalte kam fjalën. Derisa sillen me çike të sjellje që janë të sjell. Derisa veprojnë me çike të kushtetutë të cilën e kanë përpilu, do të jenë shkak jo të di bashkësi islame. Ma në men që ka për ju thomë, do të jenë shkak edhe 30 bashkësi islame, për mahal ka një ka bu formu Maqedoni. Derisa ata nuk ulen me njerëzit, me bisedu, me kokë të ftoft, me kusht, me ull, me bisedu, me kokë të ftoft. Ku shka gabim? Qka po bojmë na? Qështu? Qka po bojmë na? Ku jemi të shku na? Kjo që ka registru, kjo dita, me të registruat, mu sërminu dhe afare, kanë mu registru ma shumë se kjo. Kanë mu bo 5, 6, 7, 10, deri kur, kështu edhe prej ka ven kjo vjen prej mos knaqësijës njerëzve në veprimin e rruzullit të bashkësisë islame, e cila është qish moti këtu. Dëshiroj, prap po thëm, dëshiroj që këto gjona të pikin poshtë e të vazhdon rrugën bashkësia islame duke menduar me kokë të ftoft për aromërien e muslimanëve të Maqedonisë. Për me bisedu me kokë të ftoft, duhet me ullë me bisedu mashkit, me mashkit bised mashkët. Një voglush 7 vjeçar që gjatë muajit të Ramazanit, gjatë muajit të madhrueshëm Ramazan, ka përcjell rregullisht namazin e taravive në xhami. E lut Allahun xhaleshanu që ti ja përmirësoj shëndetin Hoxha Jakupit. Dhe xhamatin e përshëndet me përshëndetje islame, selamu aleikum, dhe dëshirojmë që xhamati të bëjë një dua urgjente në xhami dhe e falenderoj që në atë gjendje shëndetësore dha mundin e vet për këshillat kuranore, Zoti është shpërblet me xhenet dhe shëndet të mirë. Faleminderit shumë për voglushit. Në këtë pjesën e parë të kësaj, pasi që ka plot,
Unë kam kuptu këtu se flitet për polët. Ashtë e vërtet se në disa vende ashtë nata deri 21 orë, e dita vetëm 1 orë, pak dit, edhe e kondër të anën qëtër. Gjematin ndërruar, ki njeri pyet si e regullojnë që është një Ramazanit këto. Që si e regullojnë një mësakije në Ramazanit. Janë di mendimet ulemave, të cilët kanë si cili prej atyre delilin e vetë. Pjesa e parë kanë thonë, ato njerëz e morin një mësakije në shtetit që e kanë mas afërmi. Për shembull, Norvegjia kur ta rregullon këtë çështje duhet me marrë mësakijen e Gjermanisë edhe me ninu mesatët e ative. Një mendimi tjetër ulemave është që ata duhet ta marrin mësakijen e di vendeve ku ka zbrit Kurani i Kerimit, Mekkës edhe Medinës. E që ta sa saat ninohet Mekka, aq saat ninojnë ato vende. Sa ninohet Mekka dimëtor ninojnë ato. Pra bojnë iftarën pik dillit, ha? A keni qartë? Ashtë fjala për ato vende ku dita 6 muaj, nota 6 muaj me neon, qështu me ra. E dim se cili musliman i ka di me laqe, në kratë të gjatë edhe në kratë shmajt. Ashtë e re feja, në kratë shmajt. Ashtu e re feja, jo besimtar, a i ka këto me laqe, në kratë gjatë edhe në kratë shmajt. Edhe jo besimtar, ata? Jo, a i kanë me laqe në kratë gjatë edhe në kratë shmajt, ato shka nuk janë musliman. Me sigurise do të ishte katastrofe madhe me qenë se një musliman mendon se ato shka sanë musliman sanë shtu i përcjell kurkush. Pra ato ditën e kiametit pu kaloj kënë ma mirë pej keve. Nuk i ka përcjell kurkush, nuk e di shka kanë punu, ditën e kiametit e ngjitin i thonë nas kimi pun këshia hiç. Jo burra, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Na nuk kemi lanë gjë pa registru Allahu xhalla xhelalu thot Kurani i Kerim. Na nuk kemi lanë gjë pa registru. Do të thotë se çdo njeri musliman edhe jo musliman është i përcjellur nga ana e administratës Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla sha'nu. Edhe keni për këtë punë kujdes. Si bëhet në jetë me fal kaza namaz për një ditë. Pika duhet me janis. Me siguri se ka fjallën, a ma s'pare me falë qish janë radhit në dite, sa ba drejt, i që një aksham jatsia, ban me janis. A i që i falë kaza, ka të drejt, si të falë natën kaza, ka të drejt me i falë, ndash prej ka sabah i tërin jatsi, ndash prej ka jatsia tërin sabah. Me siguri se, radhitja Allahu gjëlle gjelalu se, ka radhitajta Allahu është ma e dashur. A pihi, ka vitri, vajibët, jatsis, nese, ukri. Assalamu alaikum hoxhë nderuar, pyetja është kështu. 1. A jepet vitra për fëmijën në barkun e nënës? Deri ditën e Bajramit mëngjes, kush ka lind, për ata ka fitër. Mas Bajram, mas namazit sabahit ditën e Bajramit, kush lind anena, nuk ka fitër për ata. 2. Diç për zbulimin materi në mjeksi, ku është zbuluar se me vdekjen e personit pa marë parasysh moshën apo masën e humb 15 gram. Por zbuluesit nuk e kanë zbuluar se çka ka humbur. A mund të na tregoni nga aspekti fetar se çka humbët? Dhe më në fund ju përshëndes dhe duke e lutur Allahun që përshëndet sa më të shpejt. Flitet për një gjatë të msheft për të cilën Allahu xhalla xhelalu është deklaruar në Kur'anin e Kerim, yes'alunaka 'anir ruh Kulli rruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Njeriu kur po vdes ka sipas zbulimeve treja shkencore, me mat para vdekjes pak edhe pak mas vdekjes i pas ka 15 gram, mas i vdese ma pak. Çka ka humb këtu pra? Kush ja lehtësu? Ndoshta mos kanë shku ka ajo se shpirti kur i ka dalë apo ma i lehtë. Është e vërtet e pa dyshim se shpirti 15 gram nuk i ka. Për shkak se ai me gram nuk mot. Shpirti nuk kanë gjatë të cilën e marim na, edhe e nojmë pesh, e nojmë në vagë, e nojmë kanar, edhe e matë e bëdha i del 15 gram. Në atë që ka hunda e 15 gramin për neve, është gjohë e panjohën. Për neve është gjohë e panjohën. Shpirti s'ka të boje me këta fare. Shpirti s'ka të boje me këta fare, as pak. Ndoshta eventualisht një frim, për të cilën e cila matët me tonë. E ka emnin ton frime. Qështu e ka emnin shkencë? Ton frime. Nuk matët frima me tonin e grunit edhe tonin e kalamoqit,
Po ton frime, për shembull, një karcil, një karkalec, fushe, me një shtit me flatrat e veta, i shtit 60.000 ton frim. Do thot, ajo punë motë ndrishë, gjatë që për gjëmatin, ashtë shumë e vështirë të kuptohet. E që ta 15 gram që si frime, si ti ke ndale atë njerit, u dha mari kofta ati dhe frimës ati keton, inshallah Allahu gjelle gjelalu e qenë gjennet. Vesh nuk gëzën të mendohet se kjo qaj 15 grami a shpirti që e bajmë në me vete. Po lindër, kur linda hot, baba im e bani vatë që të pres një kurban, në teqe. Për arsye se nuk i jetonin fëmin. Mirë po, atë ende nuk e ka bërë. Ju lutem, atë kurban, a duhet për në teqe, kush duhet të pres, djali apo baba, da e kohën kur duhet të prej, është dhe kohën kur duhet të prej, dhe është pa tjetër, në atë vend të preje, i lutim për përgjigje. Ki babi, cili e ka bo vatë, një kurban me prej në teqe, se fëmijët si urnojnë, edhe se ka prej hala, elhamdulillah që se ka prej hala. Dhe nuk mos mendojnë vazhdim me vepru kështu. Teqja, dini shka është teqja? Shka teqje? A ka dikush që din, ka koncept, shka teqje? Të shpia. A keni të shpia e? Me siguri se keni e të shpia plot. Prej kejt e enve të shpia, një e, shka është një e? Të enve, kejve. Një është ku i qesin për lokët, apo? Pra, prej ibadet haneve që i konsiderohen në bot, bërlokhanja e ibadeteve ateqja. E di që dërvishet mjellnohen këtë rast. E kam qartë se ato thojnë këta po dashka me hek për dunjoha kejt. Po nuk na i nin neve fort për asi mesele heq. Dërvishlëkja është katastrofë. Dërvishet janë njerëz të larguar nga islami në emnin e islamit. Jam një person i cili të dua me zemër dhe të faleminderoj me ligjëratat e tua, jam tepër i kënaqur. Për shkak se si ty nuk ka në këtë rrethin. Au. Se mos me qenë ti në këtë xhami, unë kur nuk isha ardhur. Ma në fund e lutë Allahun shërim sa ma të shpejt dhe Allahu të shpërblet me xhennet. Faleminderit. Edhe për ju faleminderit, po me sigurisë edhe mos me qenë unë në shtëpinë e Allahut duhet me ardh prapë, se shtëpia e Allahut të muslimanët duhet me qenë më e dashur se unë, apo? Na jemi këtu në shtëpinë e Allahut xhalla xhelalu dhe personat fare nuk na interesojnë normal, ama shtëpia e Allahut të na është më e dashur se vetvetja të na. Faleminderit shumë. Selimi pyet Hoxha Jakupi se çka mendon për formimin e bashkisë në Bashkisë së Re në Maqedoni. Çka mendon? Mendova unë se u sqarojm pak deri dikun me nivel, inshallah të njëra sqarojm pak më gjatë. 1. Përveç nxënësve të medreseve dhe studentët të fakulteteve teologjike, a i takojnë fitrat edhe nxënësve të studenteve që studiojnë për shkolla dhe fakultetet të tjera. 2. Ku i çon këto vitra që i mbledhin në xhami? 3. Çfarë dallimi ka në mes bashkisë islame dhe bashkisë muslimane që është regjistruar tash? 4. A ju keni bashkangjit bashkisë islame që u formua tash? Në numrin 1, përveç nxënësve të medreseve dhe studentëve të fakulteteve eksakte të fakulteteve teologjike, a i takojnë fitrat dhe nxënësve që studiojnë në shkencat eksakte. Derisa një njeri është musliman, i takon palës islame, neve nas një mënirë fare, nuk na intereson se shka studion ai. Si qëti varfër, edhe i pamundur, fitra e muslimonit i takon. Për shkak se në islam, nuk janë të dalluar ato që e mësojnë këtë lond e ato që e mësojnë atë lond, po janë të dalluar, a janë musliman edhe as janë musliman. Fitra nuk gëzon me udhon ati që ka besim tjetër. Fitra nuk gëzon me udhon krishterit, fitra si i pët ortodoksit, fitra si i pët jahudijës, fitra si i pët ati bekteshit. Po fitra i jipët muslimonit pa marë parasisht ka a i studion. Por në ato raste me ndonim nase ka disa sqarime duhet bo. Për shembull, thojmë na, a ban me adhon fitrat universitetit, a ban me adhon fitrat shkollës fillore, a ban me adhon fitrat spitalit, a ban me adhon fitrat ambulantës. Si qëni bura? Kejt ban, ves një gjohë duhet ta kemi qartë. A i shteti i cili ka thonë se programin e arsimit në shkollën fillore në shfatin Slupçan, ne vejnë. Kështu ka thonë shteti.
Ne e vejnë. Shka mësojnë cullë të ju në shkollë, ne e caktojnë. Urdhoni pra dani fitra për shkollën tonë. Me shtetin e kam. A i shtet për atë shkollë duhet me da fitra, duhet me da zeqatin e vetë. Ne, a kemi mundësi me ngrejt dorën me thonë, një landë e cila e ka emrin tefsir, një landë e cila e ka emrin hadith, një landë e cila e ka emrin fëk, një landë e cila e ka emrin mihal, dojmë me arë me dhonë të shkolla fejnë tonë me mësun zanës dhe tonë. A ha pazari? Jo në arë nuk kanë të hangër pazari, apo? Pra shto në kujdesin. Shto në kujdesin. Ato njerëz, drejtori shkollës, drejtori universitetit, drejtori i ambulantës, drejtori i spitalit, i ka njerëzit ma shpine me pasunit të cilët vine morin por ezin tonë me qek, ne të shkojnë të derative me shpejt të lipin fitrat të zëqatit. A ne nuk kemi kunder nëse posedojmë mundësien që fakultetit të japë një zëqat, universitetit të japë një fitra, shkollës fillore të japë një fitra, spitalitorë të japë një fitra, ne nëse i posedojmë të mundësi, nuk kemi kunder që edhe këtive fitrat të zëqatit që i pët. Di, ku i qori këto vitra që i mblevë në gjami? Këto me siguri fjala për gjamiën tonë, apo? Kemi sjaru me një namaz prej namazëve para 2-3 ditëve, se ne në fshatin Slupçan jemi të lirë, edhe kemi marrë qëndrimin tonë që fitrën gjemati Slupçanit të jep atje ku donaj. Edhe i kemi bërë në përmet librit të shenjt të jurisprudencës islame, El Lubab fi Sharh el Kitab, spjegimin prej faqës 154 deri në faqën 160. Kush këja fitër edhe ku i jipët fitra? Edhe kemi thonë me Smrami se fitra e jonë si vetë pa dishim do tjetë 10 miliard, kush dojë me rritë e rritë. Ja jap një talemeve, ja jap një medreseve, ja jap një shkollave, ja jap një gjamiave, ja jap një universiteteve. Kush ku ka qef fukarave? Edhe kemi thonë për ata që me vullnet kanë dëshirë që ja japin fitrën dhe zëqatin fondit gjamiës Slupçanit, ne do të angazhomi vetëm që atë fond me mledhë. Pra që ato fitra, shka i mledhë në gjami, janë fondi i qisaj gjamije ku bojmë në vajzë edhe ku falët gjemation. Për nevojët e kësaj gjamije. E kemi fjallën, kush ka dëshirë me ditë, e pse pra, nuk kemi pas një historikë si fondi, nuk kemi pas, në armëri do të kemi inshallah. Në armëri do të kemi inshallah. Synimi i Hoxhi Jakupit ashki, që gjamija Slupçanit në armëri ta ketë një fond për 100.000 markve, 200.000 mark, 1 milion mark inshallah në armëri. Edhe ai hoxha nas një mënirë në armëri, nuk du t'jo thot më gjematit Slupçanit, gjemot, qëllë në qatë gjam që a gjithë se ka arë që ki struje 70 miliard, materin mod në Ramazan, këta gjemati janë për neve, nuk dhe ndatë në gjoj, asë ja. Gjemot, në ka prish në të lastrujes, si mu abeti s'kamo, gjemot, në këshin gjek di lama, si mu abet s'kamo, po, e kemi të ashtë fondin, ashtë të e në ledha, 200 marka, 300 marka, 1.000, e në ledha ashtë, me ashtë dhe qërbemi në armëri, do të mundohemi Hoxhi Jakupi do të punojë në armërinë këtë xhamisi. Jemi shëndoshë mirë. Si të na japë Allahu imër për një fond shumë trash kësaj xhamie. E tani kur të bëhet ai fonda 1.000 mark, 1 milion marka, 2 miliona, 3 milion inshallah bëhet, mos të çuditni për këto shifrat mëoja që po i teki, se për Allahun s'janë të mëoja këto. Për Allahun s'janë kur gjon. Çat herë ndëgjoni mirë. Çat herë kur ai përfaqësuesi i medresës vën në Slupçan dhe i thot Hoxhi Jakupit me gjithë xhamatin e xhamisë, me gjithë këshillin, me gjithë mezhlisin e xhamisë, ditën e ditë Bajramit, 13 ditë, a keni mundësi minimum ju fshati ju medresës? I thojmë na heculu me neve këtu. Çështu i thojmë, heculu me neve. Ne në fondin ton posedojmë 1 milion mark. 250.000 mark i kemi da për medresën si vetë, urdhoni. A pe dojshmi na medresën, as pe dojshmi Slupçan Ali. Na pe dojshmi medresën, ama ne dojmë medresën me men. Na nuk me dojmë medresën kalop. Na blokat e fitrave 20.000 mark bemi kejt komplet, tonë ti hoxha thu i xhamatit që të një benja 500 banka se me qati një netëll, s'pundreqet as pundreqet. Janë prish termat, po du të mi që në servis, bem një xhamat një 200 mark par zot. Jo, mo kështu. Po zotnit e fondit që jep katonari, do t'jetë kjo xhami, a qërë do t'na i rajinderën, në asnjas do t'a kthejmë prapë. Kja është koncepti i Hoxhi Jakupit. Kuj t'i pëlqeje, ahlan wa sahlan. Kuj mës t'i pëlqeje, ka plot rrugë këtë dunja për vendimin e problemeve. Unë kam dëshirën që këtu dihet kush janë të maqin. Dihet kush janë të maqin. Me sigurisë se si vetë kemi fillu me realizu këta. Në mod do të realizojmë mandrishe, në mod do të realizojmë edhe babukur. Ato qunat që studioj. Kemi na, kja programi jam i punës. Unë programin tem xhamatin ndershëm nuk em shefi prej kurkuj.
Unë mua nuk më intereson fare shka mendojnë a gjën Bashkinë Islame a thu. Kjo ama mas paku më intereson. Unë kam për qëllim që xhamia e Supçanit ta ketë fondin e trash edhe çunat të cilët studiojnë në Universitetin e Tetovës, çunat të cilët studiojnë në universitetet e jashtme, janë shumë, kanë nubug arabisht do me thonë, i kanë cilësitë e studimit për një land, cilësitë veçanta. Ato do t'i lajmërojnë kësaj xhamie në Allmëri. Derisa punojmë me këtë koncept, do t'i lajmërojnë kësaj xhamie, a keni mundësi me na stipendu. Kjo xhami do ta stipendon atë djalin e Supçanit. Kjo xhami aty do t'i thotë, po, i kemi mundësi si vetë 5.000 mark me t'i dhonë me shku me studiu për jashta, me uksi me një diplom shumë të madhe të kimisë, fizikës, matematikës, biologjisë, hoxhës, për hadis, për tefsir, për shka tjeshe, e kemi. Po për këtë, xhamati jonë duhet me në ndëgju me zemër, dhe duhet me në ndëgju me vëmendje, edhe ato të medresës e onë jarë po e teki, edhe ato bashkësijës e kur të na vinë të dera, në kërkan, inshallah, nuk do t'a kthejmë prapë. Kja është Hoxhi Jakupi, edhe një herë për gjithmonë në ta kenë qartë të gjithë, se kja është programi jam i punës. 3. Çfarë dallimi ka me Bashkisë Islame dhe Bashkisë Muslimane? Bashkia Islame është ajo që i përfshin të gjithë muslimanët e Maqedonisë, Bashkia Muslimane me siguri është ajo që i përfshin këtë muslimanët e Maqedonisë. Kush doje me shku me njëon, kush doje me shku në qetrën, neve ato punë fare na interesojnë. Ama bashkisë na interesojnë as pak. A ju keni bashkangjit Bashkisë Muslimane që u formua tash? Bashkisë Muslimane që u formua tash, nuk ju ka bashkangjit Molla Jakupi, edhe një herë për një herë nuk e ka një jetë me ju bashkangjit. A burrave edhe një herë e se e ka burrave të cilët janë në radhat e Bashkisë Islame, ja të rekin vërejqen, sa ma shpejt tulën për këtë derë të madh, edhe të bisedojnë me njerëzit të shëndosh me kod këtof, për shkak se këto punë neve nuk na sjellin bashkimin, por na sjellin për çarrit edhe më të madhe. Molla Jakupi Efendi pse ndaj ti disa persona aq shumë kanë xhelozi. Unë e di pik, por se dikush e din se je talent. Inshallah, e lutë Allahun xhelle xhelalu, ju mi taku kësaj pale, është mirë që hoxha të jetë talent, është pozitiv që hoxha të jetë talent, se kanë xhelozi njerëzit, kjo punë neve nuk bash mirë me na interesu, po për xhelozien për e se një varg një poetit arab, musliman e ka boni varg, a e ka boni poezi, po une po e teki vetëm një varg, ka thonë, lillahi derru l'hasadi ma a'dala, bada bi sahibihi fa qatala. Ka thonë shumë interesanta me xhelozien. Me drejt se xhelozia nuk ka, vesh xhelozin e mit, ati qetrit si banxon. Ai xhelozi qisha, ku i ngjan xhelozi shumë? Mathalu l'hasidi ka mathalu sharibi ma il bahr, ma zala yashrabu hatta yaqtula. Xhelozi është ai që pinu i deti o burra, hasadia, është ai që pinu i deti. Sa ma shumë të pije, ma shumë i pije, se me krep. Sa ma shumë të pije, edhe ma shumë i pije. E deri kur këti i pije të prahu i deti, deri kur? Deri të plaset të pije. Se krep o burra, krep. Piju i deti e pi ma shumë se me krep, deri të plaset. Plas, kush për të mapë. Se kam fjarën për juve që ka i në xhamin për. Po nuk të mërzitim i në fare, kush për në banë xhelozia si ka qore. Je barë gjunub para sifirit dhe ke kaluar një pjesë të ditës gjunub, si logaritet kjo agjerim. Agjerimi me këtë punë nuk ka fare lidhje. Me këtë punë ka lidhje namazi. A njeri cili nuk ka shpastër, duhet me marë gusël, me ula, me u pastru, edhe me marë gusël në shariatit, për shkak se ai zguxon me u afru namazit. Kurse kjo punë me agjerimin fare s'ka lidhje. Ma i ma është mirë me që një pastër, nuk përthom unë e me një nuqë ashtu. Që tash më të vlerësojmë gjona ta hoxha ishte sallë ma puna. Muslimoni ku mundet me qeni pa pasër? A i nësë një mënirë prej derës nuk gëzon me dalë ashtu. 3 pyetje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Por kontributin gjatë këti muaj të madh, jazakumullahu khairan. E për kësaj më shqip, ju pagoft Allahu xhalla xhelalu me të mirë. Për problemet aktuale, BI, sa i takon që se cilit shka ti mteket me fol prej popullit rreth këtij problemi dhe namazi për cilin namazi për cilin është ma pa haxhiun apo jo haxhiun, cili është dallimi mes haxhiut dhe jo haxhiut. Namazi për muslimonin fard, dallimi mes haxhiut dhe jo haxhiut është njëri është haxhi, njëri s'është. Po, çka ka dallim s'ka shumë.
njoni akon haxhillëk, njoni takon hala. Edhe më është mirë gjalli që ka pitë të ka një qëllim shumë të pastër, se çka folet e çka s'folet në popull për këtë parat nuk ka shumë interesant, një me nuk ka shumë interesant. Nëse njeri ju s'ka dua dhe krah, si mund të merr abdes? Dhe si mund me fal, si mund me u fal? Selam aleikum. Ai që s'ka krah, ai si lan krah në abdes. Për shkak se si ka. Ashtu edhe për këmbë. Ai falet që ashtu që shash namazi, i ati është tamam në atë gjendjen si e ka ai, për shkak se pjesët e abdesit nuk i posedon. Selam aleikum. Jam i martuar e kam 3 fëmijë, mirë po, falemendruar Allahun xhallahu mbreta prap sa të zënë, do me thonë pyetje femrat. Mirë po për shkak smundjeve të mia kronike që i kam, u detirova pas 30 diteve me bë abortim. A ekziston dënim para Allahut edhe pse u bë në me marrëveshje me burrin tim? Ju lutem përgjigje. Është pyetje e xhamatit ndershëm me peshë të posaçme në Islam. Është pyetje me peshë të posaçme në Islam. Një femër i ka 3 fëmijë, edhe prapa është në rendin e fëmijës, për fëmijën e 4 ka fjalën. Mas një kohë shumë shkurt, është detyruar për shkak të smundjeve kronike me nxjerr fëmijën prej barkut, me bë abortimin. Megjithëse me marrëveshje. Kjo është femna, cila ka bërë këtë pyetje, e ka pyetjen me vend, po unë do t'ja bëj një përmirësim shumë të vogël. Nuk ka nevojë me seks me marrëveshje me burrin, se këtu s'bëhet marrëveshje me burrin, bëhet marrëveshje me qëtërkan. Groja dhe burri nuk kanë drejta me bë mohabet. E hek me këtë fëmijë mbi bark. Ka u bën? Ja, në të rije, na. Ja, ajde pe hek. Faktikisht nuk e ka drejt ai me bë mohabet me. Kjo pikë poshtë pra. Kush jet? Jet ajo që i ka smundje kronike. Mbarët prej cilleve smundje kronike është gruaja e smuar. Në qoftë se është prej fatit, nuk hekët fëmia, dhe fati është kronik. Ka bronkitis kronike, dhe ajo është smuje prej ftofjeve kronike. Ka kolitis klinik, do me thonë me barkun ka problem gjithmonë. Ka lloj smuje kronike, të cilës kanë të bojnë fare me abortimin. Po nëse ka smundje kronike me mitër, nëse ka smundje kronike me vendin ku rritet fëmia, atëherë bën qera muhabete, kanë thonë ulemat e shariatit se këtu këshirën digjona, e khasfut dararej, me dami ma i vogël. Edhe atëherë kur, vetëm në atë rast, kur rrezikohet pema, i kputët prej dege kokra. Kur rrezikohet pema, i kputët prej dege kokra. Do të thotë, unë banë kojësijës teme, me ja kput dardhës teme, kojësijës teme, me ja kput një kokër, si tjetë vërtetu se për shkak që asaj kokre pema po do më fa, për shkak se ajo e madhja prodhon edhe në mot, apo? E lutim hoxhën tonë të nderuar, i cili ka respekt të madh në fshatin tonë edhe më gjërë, të na jap përgjigje. Po shipe se në fshatin tonë nuk pas ka para për të dhënë zekatin, edhe pse 200 gurbeqar punojnë në shtetet e huaja. Por po shifët se nuk pasmi, por po shifët pare, po shifët se nuk pasmi. Pra, por çka me i bën grave tona të cilët në për dartma i vejnë ka 200 steka dhe krahat plot halka. Kemi se sa gjemi kemi në gurbet ma i spari, edhe nuk e dim qeshtjen e ative, se një gjo është e vërtet. Jo pse je në gurbet edhe ke pare. Nuk është e thonën, është në gurbet ka pare. Ka është ka janë në gurbet edhe është një dinar se ka. Ka së janë në gurbet kanë pare. Kjo është e vërtet, prej të vërtetave. Ka njeri ka punu 25 vetë në gurbet, nuk boni gjonë. Nuk boni gjonë, nuk qiti gjonë shesh. Ka njeri kur s'ka shku në gurbet, këtë mund doja i ka punu. Pra, zeqatën e japin, ato shka kanë pare, zeqatë nuk japin, ato shka s'kanë pare. Nash kanë në gurbet, nash s'kanë në gurbet. Pasanikve, ju takon zeqatin. Për çështjen e altonit grave, kemi bën lloj ligjërata të kaluarën, me siguri se na do të bëjmë ligjërata në lidhje me këtë. Talmën, unë si vetë në qovë se e mani men me një ders prej derseve, kur ishte ka fillimi i Ramazanit, e banëm në një ders për punën e martesës, apo? Qikat me martu thamë herët, gjemë me martu herët, apo? E folëm një lafat herët.
edhe i cekëm shkaqet pse, mirë po, na kishmi nërmen me vazhdu me ato ligjerate, halata në shku me një koment një surës. Tash po i foli një disa fjallë. Për me ikë prostitucionit, për me ikë gjonave të liga, për me këthi çdo gjonë në venin e vetë, sa mësull duhet një mërtu herët, apo? Në rregull. Shka duhet me bo për me artër të ajo? Këta se thamë atë herë, qështi po e thamë? Gjëmot, prej qitive gjonave që janë sen, këtë pytje, duhet me hek dorë. Vera, duhet me hek dorë prej kërkesave të larta. Veri, duhet me hek dorë. Aja është hazër me hek dorë, po s'pengojnë shkretit. Aja është hazër mos me shku në Turki me bleksi. Aja hazëra, po s'pengojnë. Qika, duhet me hek dorë prej kërkesave të veta. Ndëgjomni me kujdes. Ndëgjomni me kujdes se janë shumë të shtrejta. Janë shumë të shtrejta. Në gjemot, me adete, shtone kujdesin shumë. Edhe në nënvizoni këto fjallë. Me adete, jemi të shku ka zenginat. Me ekonomi, ka fukarat. Ekonomikisht ka jemi të shku a përpetat e poshtë. Me adete, ka jemi të shku a tërpetat e poshtë. Pra, me adete, jemi të shku përpet. Me gjep, me pare, të poshtë. E që tash, ku jeti, kur ekonomikisht derdhësh për dit ka pak, a detikisht shkon për dit tërma, ku jeti, kur të vene vakti darës, më s'kallëzonë. Çfarë halli jenë që këtë vend? Që domaçinit, për shembull, me adete ditë të rëmatu nga mazënginave, këti kur t'i vene vakti gjallin me martu, a i selët këti dunjoja u kolla, që ki qishan, a që kalzoj qishan shki? Ki del sabale, vakti darës më s'ka halë, del sabale tërë të dirtë, të ne këthen tërin gjimë së borit. Pinë gjimë së borit, gjësë, tamam, këthen të ka dirë. I ba një dhe të hapa shkon hi mrena në soba gje. Të gratë, të krarë. Kur t'hija gje mrena, i thujmë se këtheve të poshtë. Të dirë, të lovi, gjimë sa dite si ka përceng ti në borë. Se kështu, ki popull hoxën se ka ngu. Ki faktikisht nuk e din kush është ajsh ka ketë probleme zgjil. Ajsh ka ketë probleme zgjil, është hoxha jotë në përmet islamit tanë. Si e zgjil aj me di fjallë. Hu di fjallë. Që i ka nderuar. Hek dorë prej kërkesave tua, bole ke një zinxhir të hollë 50 mark në qafë në shenjë gëzimit martesës tonë. Bole ke. Edhe për ditë të nësërë dalin të eshat mira rralë, ditë pas dite, blenë ka pak. Në Turqi, më s'ka dhe një për Turqie për i zatë zotit, më s'ta foli asë një lapë, që ato Turqit shumë shpejtë ju këse në kanari. Une i shofë interesant, kur vinë këtu në gjami, një lapë, une dë një herë, ata Turki, më një herë jo i huna, tu maki po. Të me qelë shka kima, a babe kia, a vla kia, a nona të ka boha. E pëtut në mësa të një në gjami, pëtu me fol një lafë për a gje. A gje në Turki, për gjën të tona, ma po. Ato qikat e a gjet, ka nërë me libde. Kusha ki, kusha, filoni. A kis daire? Jo, daire jok, gjelin jok. Daire i thojnë rabish shakka, banes. S'po do dhoma jo, banes, po do kat. Daire, shti a i gjali, shka duhet me punu a i gjali, shka duhet me bo? Duhet me nga me bo daire. Po a i të rritë boje daire, ti e të në mo, kur qkojsh ati në shpi daire. Pin daire të në. Biri daire, apo ke zingjire. Kote ke, jetojnë diva të varë për fukaran, në nëse me jetu zengin. Po lemur i bia jeme a i gjallit fitu e pare, kur qkoj shka mish, e shkoj jeto me ta mire, jeto mirë, mëse lodhë herifin me bo, kore me bo, e majtë prami tëre me shku me angër buke me thapë. Këto janë shumë pak fjallë, këto duhet me i marë me sinceritet me shti poplin veprim, edhe çdo punë këthen venin e vetë, çdo punë, për në dakik, qikshi, i ka mell 100.000 raj pras, ka prit me i marë 50.000 marka, pjative, 50.000 mangëra se një ka marë, ju e dini që ka gjitha, po. Shti qaj ka me bodarë, thënë si vetë. A mujtët me i kadeteve, ki pëse si ka marë asë në dinora, a më një i kadeteve? Që halët e tona, që ka është poplion ka men, që ka është poplion a largu prej fejës Allahu Gjelle Gjelalu. Zbrit një adetët, zbrit një, gjematit, zdrip një poshtë, një qajnë të vogël, pak petka, pak zingjira, pak altan, pak hakla, zdrip një piktive haklave të poshtë, kaloni shumë mirë, kejtë gjonat të thajnë venin e vetë. Assalamu alaikum, lutje.
Lutim Allahun që lëshanu për hoxhën Tol Jakub Efendiun, i cili në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit me shpjegime këto ligjërata që të freskëta dhe të bukura, për të cilën xhamati jemi shumë të kënaqur. Së pari lutim Allahun që lëshanu që hoxhës tonë të ruaj shëndetin. Inshallah vitet të cilat do të vinë do të jenë ligjërues jo vetëm i xhamisë tonë, por i mbar popullatës muslimane në rëmbë. Allahu është përbleft me shpërblim tia. Kana mirë valla, bol. Që sti mos nuk mu ja thom një laf shumë të madhune. Ama inshallah ju su prekni, apo? Na imi të legjiru këto në Slupçan, këtë muajin Ramazanit veç xhamate kemi pas terin Mitrovic që kanë dëgju për çatu ne du me lip hakin tere a gjetë Ramazanit, edhe du me dal prej krizës ekonomike kështu. Shumë shpejt, po më kanë pas hoxh një muaj. Sa i përket Republikës Maqedonisë, jo. Na kaseta e jonë të aritash momentalisht edhe mendoj se këta keni qef ju me ndëgju prej neve, mendoj se ju bon qefi. Kaseta e jonë tash momentalisht me popullin shqiptar prej podjeve të Sarand e ka arrit numrin me gjithë Austri, Zvicrë dhe Gjermani numrin 1.500.000. Do thot 1.500.000 kaseta ndëgjohen popull, na veç jemi ma largë se në Maqedoni Ligjerus, ama kemi dëshirën që Allahu Gjelle Gjelalu bashku me juve të ndihmon që fjala e Allahut të njerëzit dobit ban. Këtu ashim shefta, qetë dobishme edhe qetë për Allah në emrin e Allahu Gjelle Gjelalu. Shka del prej zemre, në zemër mërin, shka del prej goje, tërë të veshi. Assalamu alaikum. Në ato shumë të rasteve të tek ne në vend të fjalës mëshirë Zotit, përdorët fjala dora e Zotit. Si mund të justifikohet cilësia e Zotit me cilësinë e njeriu? Kur e dim se Zoti nuk është njeri, e as njeriu nuk është Zot. Assalamu alaikum. Pyetja nga ish nxënësia e juaj. Pyetja nga ish nxënësia e juaj. Është realitet se na shpesh herë përdorim në gjëratat e tona fjalën dora e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Lëshanu mirë po, është përdorur në Kur'anin e Kerim, ka thënë yedullahi fawqa aydihim, ka thënë qalet al-yahudu yedullahi maglula, gullat aydihim, bal yadahu mabsutatan. A përdorën Kur'ani i Kerim dora Allahut, a përdorën Kur'ani i Kerim durët e Zotit di, a përdorën Kur'ani i Kerimit inna khalaqnahu bi'aydin, shumë dur. Çka për qëllim? Për qëllim është fuqia Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Sa herë përdorët fjala dora Allahut, është për qëllim fuqia e tij. Kush se fal namazin rregullisht apo hiç? Është mëkatar apo jo besimtar? Ka ndryshimet mendimeve të ulemave se është kafir, është ka lënë namazin, edhe është hala besimtar. Disa prej ulemave kanë thonë kush e lën namazin sa është më musliman. Disa prej muslimanëve kanë thonë është gjunaqar i madh, derisa nuk e refuzon, derisa nuk thotë nuk ka gjë. Pra ato që nuk e refuzojnë namazin, edhe e lën, a nuk e refuzojnë kështu, janë musliman me gjuna të mëdha. E lutim Allahu Gjelle Gjelalu që t'i kthejnë namazit. Nuk është punë e vogël kjo pyetje. Nuk është punë e vogël kjo pyetje. Ai që nuk e fal namazin me besimin e vet, ka shumë problem të madh. Mos ta konsideroj veten pubajke. Me besimin e vet ka problem të madh, ka thënë salatu imaduddin. Namazi është shtylla e dinit. Kush e ka namazin vend, dinin e vet e ka në kom. Kush e ka rënu namazin, dinin e vet e ka rënu. Domethënë s'ka gjë prej timo. Edhe men taraka salata fakat kafar, hadisin drejt për drejt pa koment e ka kuptimin kush e lën namazin ka bo kufër. Hadisi tjetër ka thonë bejnena o bejnehumus salat, mes neve dhe ative namazin është. Me shka dallomi prej qerve, me të ramen sejde, bjen sejde je musliman, s'ben sejde ke kujdes mbi vetë vetën. Shto e kujdesim. Kujdesim o gjën tonë, në përshëndetje të përzemërta, të faleminderojmë pa kufi për ligjëratat, tua shumë të pasur edhe të qëndrosh në mesin tonë. Ti dhe jemi shumë të lumtur për ju, pse Allahu jon nga në këtë fshat të ka kriju. Faleminderit shumë. Fiktive të lojave tutën e xhallarët. Nderuar, assalamu alaikum. Pyetje. A ka mundësi të na sqaroni diçka lidhur me çështjen e iniciimit të themelimit të Bashkisë Islame të veçantë për tërbeshët të Turqit në krije me Jakub Selimovskim? Dhe përkrani ju personalisht këtë iniciativë dhe vet Jakub Selimovskim. Shka s'po më qëni me folë? Jakub Selimovski ka qenë krijetari Bashkisë Islame të Maqedonisë shumë vite. Prej shumë viteve, gjatë kejtë periudhës ati, se unë si hoxhe kam rri edhe Jakub Bedri Hamidin krijetar. Do me thonë, Jakub Selimovski ne kam rri krijetari Bashkisë Islame pëjtë parën ditë stajt ati deri ka shku në Sarajeve dhe ka këtipi Sarajeve. Pa i se dhja për ju dur juve këto punë qka si kini ditë të rishtia, jo, se ka shtu ju kalzur dishka.
në kejtë stazhin e ati shka ka nejnë Shkup, derë jam konzire. Dhe përkrani ju pikrisht këtë iniciativë dhe vetë Jakub Selimovskin. Kur kuj nëse një banë obligim, a me përkra, se përkra, ka përkra, sa përkra. Ato që i përkrahim na gjematin dërshëm, ato njerës që i përkra o Jakupi janë një grupë. Janë qëto njerës shka ndjekin rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Shanu. Mas pak ti më interesojnë emrat e personave. Kush e donë Allahun, rrugën e ati, kush e donë pejgamberin, rrugën e ati, qatë e përkra më dhe Jakupi. Pra ke për detirë, me këshirë Selimovski. A është rrugën e Allahut edhe pejgamberit, ta dish që më dhe Jakupi e përkra. Dush me këshirë Suleman Rajepin, mas i këtipi për menet, e më edhe ati qetërit banë. E shakë Suleman Rajepin a gje, a është rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, po, ta dish që më dhe Jakupi e përkra. A është rrugën e sunetit pejgamberit, këta dish që më dhe Jakupi e përkra. Këshira gjemrena, as janë gjonat në regull, dish që më dhe Jakupi thati. Ku është feja Allahut? Ku është feja pejgamberit alayhis salatu selam? Hoxha jot mund çati me tu dikom. Ama kësi kastrave të lëçe e këti, më Jakupi nuk mirët me kësi fonde tima. Ju e dini, ai pin $100,000 për pet. Nuk mirët me shilinga, unë të mirë me qëshiti. Pyetje. A është e vërtet se ju kanë ftuar që të bani drejtor i qendrës islamike në Shkodër dhe një herit edhe ligjerues në xhamin e re që u ndërtua në Shkodër dhe çfarë kushte ju kanë ofruar? A është e vërtet që kam qenë i ftuar me qenë drejtori i qendrës islamike në Shkodër edhe ligjeruesi i xhamisë së re cila u hapsive? Edhe kjo kërkesë hala është qenë deri me datën 31 të muajit mars 1996. Deri atëherë është e hapur. Deri atëherë nëse shkojmë këtu, kërkojnë ato qëtër njeri. Për respekt edhe nder, ma kanë lënë qelë prej ati që ka hap xhamia me u mendu deri me datën 31 të muajit mars 1996. Më kanë thonë deri në këtë datë nuk shkojmë të dera në Ballkan me i thonë një hozës shqiptar apo bash imam. Edhe deri tash unë alas jam përgjigj se ju që po më ngani unë është kutilon, ku shkoj ti atje? Ai duhet me kon këtu tov, me kon Sahara me shku atje po. Nuk shkojnë ato puna ashtu. Kushtet që mi kanë premtu janë $1,400 muin me gjithë banesën, $800 pa banesë. Do me thonë, me milon $800, $1,400 unë me gjithë banesën, a $800 ato me gjithë banesën. Qëto kanë qenë kushtet? Pyetje, a do të kishit pranuar që ligjeratat tuaja të transmetohen me një kanal satelitor? Wallahi mirë se ardhën a kjo. Kjo e mirë se ardhën, inshallah transmetohen BBC, inshallah transmetohen CNN, inshallah transmetohen TGRT, inshallah transmetohen kanalin e Kairos, inshallah transmetohen Euronews, i transmetohen inshallah me izin e Zotit. Nësë kemi kur neve kjo punë në knash. Nëse realizohet, inshallah. Ju përshëndesim me selamu alaikum. Si e komentoni përgjigjen e një pyetje që ja bëri një shikues imamit të xhamisë së Kumanovës, sipas së cilit citoj, pra citat: grave sipas Kuranit ju është lejuar që në shtëpi ato të ecin krijeshtrum pa shami, sepse flokët i kanë të krijuar për zbukurim. Do të thonë floka është bukuri e femrës. Është e vërtetë se floka është bukuri e femrës. Prapë po them edhe herë, emrat e njerëzve mua më pak më interesojnë. Neve na intereson fjala Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu. Në Kurani Kerim, në suratul Ahzab, edhe në suratul Nur, i keni në të dy surat, një sura në gjuzin 18, sura tjetër në gjuzin 21. Allahu në Kurani Kerim, në suratul Nur ka thonë: "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Thonë të ju grave që të mbyllin sit, domethënë mos shiqojnë haram. Po ashtu vazhdon kjo edhe për burrat. Në suratul Ahzab ka thonë: "Falyadribna bi khumurihinna ala juyubihin." Ato ne timlojnë kokat, edhe ne tamlojnë krahnorin e vet me perde, edhe fytyrën e vet ne tamlojnë me perde, për shkak se perdja e grave është edhe mbulesa e fytyrës. Këta shka ka plesh në xhami e din shumë mirë se kur a hek me 7 çiti muj, sa data sot, 17 apo. Sa i ka bo pra? 51, 96. Çka u bo? 45 vite e dijavë. I ka bo heqja e perdës, të cilës nonës teme edhe nonës tonë ja kanë hekë perdën prej qafës Orlovi me fuqi, me tmerr, me ushtri, me top, me mitralez, me tank, me zinxhira. Atëherë nëna eme dhe jotja ishin mbuluar asishtoj ke Kurani Kerimi. Ju pengoj qafirave, ju pengoj jo muslimanve dhe hoqët. Ne nuk duhet me utut prej asaj tonës që janë deri jonë. Prej asaj nuk ka nevoj mu frigu. Këtu mirë, po këtu sa fjala në këtë pyetje? Fjala është se unë kam thonë në xhami
se Gjibrili ka dalë prej dhomës kur Hatixha i ka zbulu flok një herë, pas ka thonë një hosh tjetër se kjo sa është e vërtet. Pra në radio, në valet e radios erdhë kjo pyetje, që ta është po përgjigjim edhe një herë në shumë pika të shkurta. Ai hoxha që ka spjegu se është e lejuar, mundet gruaja me nejtë të shpia flok qelë, e ka pas mdokët për qëllim familjen e ngushtë shariatit, burri gruaja edhe burri gruaja edhe cullët. Unë kam pas për qëllim burri gruaja edhe familja jonë, e cila është jo shariatin në kontekstin kush e dhe kush del, se është më e madhe se sa thot feja. Po kejtë zbashku truç, na nuk e kemi flokët për flokët e femës, nuk flitët në shariat ajo është bukuria e asaj. Po flitët është avret asash. Jo është bukuri. Kush është të folë doa bukuria pa bukuri. Pra me qenë se për bukuri pu folë ka pra. Na kemi në botë qunat bukur që ja shkojnë femnave 1 milionera. Shamir mi apqita. A mi mlu ato? Quna moshki. Nuk flitët, nuk kanë qeshtë që bukuri. Pra, si të folët për bukuri, femnat të cilët nuk janë bukara, po da shka me esë flut. Po femnat të gjitha duhet mu mlu. Pjesët të cilët të femna e ka në emnin avret, ato duhet tjenë mbuluar anë dhomë edhe jashtë të dhomës. E që tasë më shumë qoni me hi edhe pak ma anena, ju ka vëzu gjona, bindse, e për këta, me qovë se intereson dikuj, privat, kur të thosë të derë se tu i qka lave të femnat të një sen pa thonë. Unë të ne, ju të regoj qka kam lonë pa thonë. Ama shumë më rëndësi. Pyes hoxëm, Jakub e Fedi Asipi. 1. Kur do të pajtohesh me bashkësinë islame? Se si? Nga zemra ja vëthëm. Nga zemra ja vëthëm. Nga niveli më i lartë i sinceritetit tim ja vëthëm. Se unë me bashkësinë islame nuk jam i dhënu. Po si që jam i dhënum helbete me njerëzit në bashkësinë islame. Bashkësia islame është shpia jeme. Atë shpia unë e du shumë, edhe në atë shpia unë e jo dita kam kalu, po kam kalu edhe nata, kam bujt ati. Që 5 muj si jam konë, që 6 muj si jam konë asë njëherë. Asë njëherë si jam konë që 6 muj. Hala se kam njetë me shku. Edhe jam deklaru për këta qartë, që asë njeri më sta ketë qëndrimin e Hoxha Jakupit trubull. Se njerëzit dhe di unë është ka mu banë me ku për shkonë, ku po venë, ku hini, ku dull shkoj, kish pi qaj, kish pi kafe, kish hongër bësak. Tani kemi dosa për ciljet poshtra. Hoxha Jakupit, mas pak ti i intereson kush të kush shkoj, mas pak ti i intereson, cili hoxh por rike, mas pak ti i intereson kush e kish kanë shoq, këto punë Hoxha Jakupi fare nuk i merë parasinsh, hiq, fare nuk i merë parasinsh. Unë se di pra kush po tutka dhe pipu praja qa vezare. Kur do të pajtojnë me bashkësinë islame? Do të pajtojnë me bashkësinë islame a ditë që ato të kenë dëshirë me qenë pajtu. Në këtë ditë, në këtë datë do të pajtojnë. Në atë ditë që ato kanë dëshirë me qenë pajtu. Kur thojnë ato sot po dojmë Molla Jakub me u pajtu me tije, Molla Jakubi atë ditë është hazër më njerë me u pajtu më njerë. Ama jo në atë mënirën e fshatit Slupçan. Jo në atë mënirë. Jo dini me zhlitësi i cili a majtë më fshatë Slupçan, të cili me zhlitësun e kam respektu, me gjithë se kam pas drejta mos me marë atë punë parasinsh, kam pas drejta, ama unë gjamatin teme kam respektu dhe kam marë pjesë në atë me zhlis, edhe ja u thëmë gjami sot se kam qenë, deri në pikën e fundit i rezervu, për hirtë gjamatit tem, se ato burat që ka ishin atë nanë dhobë, me muë për drishe në qera raste, qera ma bete kanë. Edhe unë për qatë kam kërku, 100 herë, që ape prapë po thëmë, burat e bashkësisë islame, si të bisedojnë me Molla Jakupin, ju lutëm që në atë dhomë gjemat më s'ket, se unë gjematin tem nuk e kompromitoj. Nja, e dita ati hoxhës, shka ndoshta nuk e du fare mo. Ndoshta, njeri jam e dhonë, ama shallin që e banë kokë, nuk janë në qmoj atë. Sa ja bajraki diturie, sa hisja jeme kjo. Kjo a hisja kejve, këta nuk janë në qmoj. Edhe atëherë kër i banë që ato gërloqe, edhe atëherë ja respektoj dignitetin e ati, a si dojme bisedu me muë, veç hoxhallar kur të ketë, kush ka dëshirë me njoft Molla Jakupi kusha, edhe Molla Jakupi shka me ndonë, me xhlisi duhet me qeni hoxhallarve, atëherë Molla Jakupi diskuton me dialektin e vetë, atëherë Molla Jakupi diskuton me apetitet e veta, edhe që atëherë gjemoti kanë mundësi me pa, sa vegla ka ki njeri dhe që punon të kënë vetë ki. Prej atëherë kur jeni nda nga bashkësia islame, a jeni me marahat
më mirë edhe më të lirë në të gjitha aspektet fetare. Unë faktikisht në vitin 1976 kam hip se efte në këtë kursi me kallëzudir. Pit ditën e parë, kur unë ka pak i popull në që këtë kursi, deri në këtë moment sot me datën që ka sa jemi, asë një herës kam qenë ngusht. Asë një herës kam qenë ngusht. Kur se kam një vetën më mirë dhe më lirë. Unë gjithmonë kam një vetën mirë dhe lirë, se faktikisht edhe me i dalë mend dikuj Hoxha Jakupi së në ngushton. Nasë një mënirë hiç. Nasë një mënirë. Mu nuk më ngushtona fare. Mu se mundojnë fjalët e huja. Mu se mundojnë mendimet e huja. Mu nuk më mundon shka mendojnë qërë për mu e fare. Mu mundon vetëm një punë. Ate që e spjegova. A ke Koranit ajo? Vetëm ajo. A ke hadisit ajo? A ma përkraush feja mua ata? A i thash unë e gjematit tem? Shka e më tha Allahu me ju thona më s'ju bona dhe një hile helbet. Dhe kjo punë më intereson kur gjonë që të senit. Edhe faktikisht mend me ju dalë disave, kote kanë më leku pisën e ngushtojnë me boshti me një vetën ma ngusht, ma komot, ma jo komot. Unë dajma jam i lirë, unë dajma jam me një oqean, me një anijet vogël temën midis të oqeanit knaqëm që shdojnë. Pyes Jakup Efendi Asipit. Sa ajete kuranore dhe sa hadise të Muhammed a.s. ka për arsimin e femrës. Dhe aja kemi treguar intelektualeve për këtë gjë. A ju keni treguar intelektualeve për këtë gjë. Kejt Kurani Kerimi me 104 sure, 30 gjuza, 120 hizbe, 6219 ajete, 77.346 fjalë, këto 77.346 fjalë, 281.180 harfe, është për arsimin e mashkullit dhe të femrës, kejt komplet. Edhe këta javë kemi të ragu intelektualve, edhe jo intelektualve, fa men sha'a fel yu'min, wa men sha'a fel yakfur. Kush doje në të pranoje, edhe kush doje të loje mas shpine. Deruar, cili ishte shkaku që ju u këthijet nga Gjermania. Pra dy pyetje, kanë po përgjigjme më nërë me të parën, pa shkute poshtë. Shkaku që unë këtheva ka Gjermania ishte aj, se rinia e fshatit Slupçan ma qunë thirrjen, nëse ke dëshirë, na jemi të interesuar ti të vish në fshatin tonë. Këtë thirrje e kam pranu më njëherë, kështu pa u kujtu, për këtë thirrje si jam kujtu iq, si jam nalë me bisedu me rretën apo ajo. Kur kanë thonë se me arë Slupçan i kam marrë koferat e mi, edhe kam marrë të poshtë. Edhe sot se kam marrë prap jam i knaqur, pa marrë parasysh ngjarjet për jashtë që na vinë neve, ato se mundojnë edhe një artash, që për shembull. Që më spjegoj edhe një gjosh ka se mundon fara, disa njerëz ndoshta i mundon. Një hosh ka ardhur Slupçan, pirallëve të Bashkisë Islame edhe ka thonë parat e Slupçanalive komplet me gjithë hoxhin janë haram me hinë Bashkinë Islame. Kurse kam kuptu pse. Si vetë shumë jam konë interesum që ajo është vene që aloj shoj kursin një natë në arsietoje, pse parat e Slupçanit janë haram me hinë Bashkinë Islame. Shka kemi bona? Cëllin gjuna kemi bo, cëllin harame kemi bo, ku kemi kaluna kufinin, ku kemi ranë hendekna, që pare ajo në është haram me hinë Bashkinë Islame. Vene këtu në kursi, ti more ja me pyetje ajetin, hadisin, atë në spjegojë, shka ju Slupçanalit e keni bo, qiket parat e juve janë haram me hinë Bashkinë Islame. Disa njerëz i ka mundu kjo, gjo musum ka mundu ish, po kam pas qef me pasardha njeri këtu. Eja, kursia qel, xhamia qel, mihrabi qel, o gjatë prit merë ngrik, gjematit prit merë ngrik. Eja, thuj, ju keni bo këtë gabim, këta, pra shkak parat e juve janë haram me hinë Bashkinë Islame. Unë kam këthi për Gjermani me ju kalzu popullit tonë, se atë që e kam mësu në 10 vite me radhë, në shkollën e mesme dhe në fakultet, me ju kalzu se kjo edhe kjo është e vërtet, edhe mutlak këtë gjallëgjallar, këtë qëllim e kanë, e që ta është kush ma detal, ndërsa kush ma me kapital, kush ma pa kapital, ajo punë muë nuk ma vratë sinin hishë. Ju keni qenë njëherë në radio Ashana, që t'ju uroni hapje në radios. Të nesërmen një hoqë i Bashkisë Islame të Kumanovës ka shkua dhe ka pyet direktorin se sa pare për ja afron Molla Jakupi. A i drejtori në Hoka i tha 5.000 marka. Hoxha i tha po ti jap 6.000 vetëm mos të vend tërë të kjo. Për ligjerim, mos vend tërë të kjo hoxha dhe me thonë. Kjo është e vërtet, kjo ka ndodhë për një me. Ashana, unë nuk jam konë të Ashana, po Ashana akon katon. Edhe a ditë ka akon Ashana në katon, akon e gjumo. Ai përfashtu si asaj radios më ka therë, për me shku me bo ligjerata, ditën e gjumo, para namazit gjumos, unë ja lipa ati di kushte. I thash, nëse mi plëtson di kushte, unë vi. Më piti ja i quni, tha cëllët janë kushtet e tua,
I thash kushti numër 1 është që unë si të vit gjumon të vi ma herët, jo ora 11. Për shembull se ora 11 ju e dini une daj ma këtu vit, jetë herët ajo, në gjimës për shembull të more fund. Tha po, kjo u pranu. Qetri kusht, thash qetri kusht është që ta di unë ati e domaqini asaj, a domaqinin e keni për jashta. A i tha se ati s'ka, tha, na imi ati domaqin, aja pasunia jonë, për jashta neve nuk na përzirë kërkush. Unë prita se do të vene, a i më kur nuk erdhë me më therë edhe njëherë, asë njëherë sërë me më therë, e një ditë shkova une, jo për me ligjeru, për shkova me ja uru hapi në radhis, drejnë studio, nuk patëm bised që të sen, për shkak se qëtër njeri ishte atë ditë ati, po mu informova se për një metë nesrit, njerëzit e Bashkisë Islame, kanë shku, kanë pyet sa parë ja vjep Molla Jakupi, na i gare, ka thonë, ai 5.000 marka na jep, i kanë thonën, jo, na 6.000 jap, mi veç më sthinja ai këtu. Jo ka ndodhur edhe me Hanën, përfaqësuesi i Hanës, një gjali i ri gazetar, cili studion te gazetaria në Tiranë, më ka thërë në telefon me bë ligjërata te Hana. Jo te kjo as Hana, po te Hana. Unë i thash, ka mundësi, jam gati në çdo moment. Tha do të vi pra me bisedu. A ditë që jarë me bisedu, jarë në xhami, ka qenë ditë e dill. A me bisedu, ai nuk tha se ka marrë me therë, po ka marrë tha me të kallëzu se s'po bëhet. Tash po pse s'po bëhet, pra, a ka mundësi me ditë? Tha se kanarë na kanë thonë si të vene Molla Jakupi këtu, i ndodhë Hanës, shka i ka ndodhë Albanës. Qa jo punë? Unë i thash, me sinceritet i thash, se dhe juve për ja u thamë, se që ketë që ke ardhë me ma thonë, e kam ditë se do të vish me ma thonë. Po Molla Jakupi ata shë e gërë burë, pa ku ban e gërësina me një kamot. Ata alë këtë janë budal. Bashkia Islame në Maqedoni, me sa baza e ka vunë kushtetutën e saj. Nësa baza e ka vunë aktivitetin e saj. Në ka mund goja me kushtetutë, si më kushtetutë. Dhe punëtorët të cilët punojnë në gazetën e Hana e Re, a janë kompetent për atë që janë të angazhuar me punë. Bashkia Islame, si pas meje, aktivitetin kryesor e ka në 5 baza. Organizimi Ramazanit 1, organizimi Hajit 2, organizimi Fitrës 3, organizimi Likurës 4 edhe bile 4 kanë në konë. Edhe punëtorët të cilët punojnë në gazetën Hanën e Re, a janë kompetent për atë. Unë e di se si një gazetar për punën e vetë, është kompetent mas janë gazetar. Po, kur t'jesh jo gazetar edhe ta punojsh gazetarien, bëhet shumë gabim, e kjo i ven katonar që si Molla Jakupi me bë operaci njerëz në spital. O, gjash, kam shku me shnosh njerëz agje, kot, do me thonë defektet i kjenë prag. Pa rezervë për ja u thamë heq, se Bashkia Islame momentalisht, edhe kjo pyetja e fundit ta, Bashkia Islame momentalisht e ka një gazetar nga Shqipëria, në Hanën e Re. E ka një gazetar nga Shqipëria i cili në Hanën e Re lajmërohet me emrin Agon Rexha. Lajmërohet me 7 emra më shumë. Po në Tetov një kogat. E kanë hetu njerëzën Tetov se çka po ndodh me ta. Unë e mot, e thonë çka ban ti në Tetov. A përgjigj këtu edhe unë po e citoj. E di që plot punë si keni qarta xhamat. Mësoni edhe ju pak një kashur. Ka thonë unë kam marrë prej Shqipërie me ju përçau xhallarëve në Maqedoni mos me ju lënë diçip. Se ju këtu e kishi qu popullin shqiptar kot. Ju këtu në vend se të drejtoni kisha kishin ndërtu xhamia. Ju këtu po mirë që hala me minore dhe me derse dhe me çalmaxhi. Çalmaxhi na thojnë neve, shallaxhi me çalmaxhi. Ju po mirë, unë kam ardhur me ju deshifru juve shqiptarëve në Maqedoni, edhe dio xhallar, di musliman bash nuk kam milon. Në qoftë se keni dëshirë me ditë edhe më preciz kush janë njëri, çat kasetën e videos një mot para në Ramazan, Odiseade e një tradhtie, e cila Bashkia Islame e ka vu në kejt radiostacionet televiziv privat Maqedoni për një sahat me ju kallëzu se disa xhallar janë tradhtar, çat kasete ka përpilu e ka kombinu çaj Agon Rexha, çaj njëri Shqipnis, çaj shakar me na bo çështu që jemi. Bashkia Islame në Maqedoni i ka bën banes, edhe e ka fut me punun gazetën El Hilal. Edhe i ka dhon banes, e ka banesën me pare, edhe sigurimin, e qito njerëz Bashkia Islame ju ban derë dhe ju ban banes, Molla Jakupi ti thot ke vje dhe je bon hajt, Molla Jakupi ti thot punon në policien, Molla Jakupi ti thot je tradhtar, Molla Jakupi ti thot ti mshel njerëz në burg, Molla Jakupi ti thot kanar do të shtëpia jote natën, 15 minuta kanë nejt në borë, ti s'ki guzu me dal, Molla Jakupi s'ka guzu me dal, tonë ato kishin nejt në borë pak, si u kish dal Molla Jakupi kishin shku. Paj, të më falni o burra, të më falni, unë se di, si me ditë që ka mundësi me një spital në botë me shku, me heket zemër me nuni qëtër matë mirë kisha me bon, matë butë.
ma paraguse, ma e durushme, ma thani hosh me zlisat nat, me ma pas bo mu e qështu si tije, kish në shkuën e kam dath në shkup. Po hajte kish në shku kam dath, a mune ati shfare jam. Unë shkoj me qizmica. Unë shkoj kam dath, unë jam telashe. Unë shkoj me qizmica. Edhe unë s'jam budal me shku kam dath. Unë shkoj i mathëm, unë shkoj me qarapat leshta. Unë shkoj shumë me metodë qish duhet, unë shkoj me budal, qish dimnit me shku kam dath shkupa. Pa di se sa të nërthin kam, shti me shku në shkup kam dath. Pa mërdhinje shketi, se ne vazhdojnë me la se në mërin në shkup, se se në mërin dush me këthi prap, a unë shkoj qish mërin. Unë shkoj qish mërin në shkup, unë shkoj me kërrin tem, unë kam kërrin 2400 kubik. Shkoj me qizmita, shkoj me kapot, shkoj me siza. Të shkoj në shkup, të shkoj për te shkupin. Ma tonë shkupit dal. Ska asë një problem, kejt ullë në këtë dënjo janë qenë. Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, për përfundim, ju respektof të gjithve, edhe ja u pagof mundin që keni nejt me duru dëritash, durimin e ndëgjimit. Allahu gjelle gjelaluhu ju përshëndet me të mirat e veta, Ramazanin të gjithve kabul ja u boft, insha Allah, misafirve mirë se ardhën në gjami, Allahu gjelle gjelaluhu, ja u boft mundun me nejt niftar të nasit dojnë sonte, edhe si të shkojnë si mëzderë si jo një fundit sonte në këtë Ramazan në qini, edhe ju lajmërojmë edhe njerë, se nesër mas namazit qiniz këtë vakt, ka një fiz modest, që po vinë o gjallar tri, se si cila generati do gjallar të vetë. Mëllë e kupit i kanë kalu ditët mo. Mëllë e kupit i kanë kalu mo ditët. Unë po e shof vetën jo mirë ka njëre, kur po bajnë dërës para juve, për shkak se po shof në gjami gjemot, të cilët kanë nevoj me pas një hosh generatës vetë, të cilët u munduan edhe ardhen prej vyiseve arabe në këtë muj. Ardhë me dalë para gjematit vetë, qatë hadithë dhe qatë ajet që ka kanë mësua gje, me ja u prezentu gjematit freskët taze, ato janë shumë ma gjallar se na. Lillahi l-Fatiha.